Një lajm i gëzuar vjen për të gjithë besimtarët ortodoks shqiptar në Kanada. Së shpejti, në Toronto pritet të organizohet liturgjia e parë ortodokse shqiptare, një moment me vlerë të veçantë shpirtërore dhe historike, që do të bashkojë komunitetin në lutje, besim dhe dashuri vëllazërore. Ky zhvillim i shumë pritur shënon një hap të rëndësishëm për komunitetin, duke krijuar një hapësirë të përbashkët shpirtërore për shqiptarët ortodoks në diasporë dhe duke forcuar lidhjet mes tyre. Liturgjia do të drejtohet nga hirësia e tij, Peshkop Nikodhimi, i kryedioqezës shqiptare nën Kishën Ortodokse Amerikane, ECA, duke i dhënë kësaj ngjarjeje një dimension të veçantë dhe domethënës. Edhe pse data zyrtare ende nuk është shpallur, ajo pritet të bëhet publike së shpejti, ndërsa emocionet dhe pritja në komunitet janë të mëdha. Një moment që bashkon zemrat dhe forcon besimin. Ngjarja do të ndiqet dhe transmetohet nga stafi i Alp TV Canada.